Intervistë interesante kjo e afrimit bashkë me Visari, kur e fej gjithçka për Podujevën, tani këto momente është koha për portalin e radio televizionit 21. Qofim se çfarë atmosfere na sjellin kolegët tanë dhe cilat janë lajmet më të klikuarat dhe më të komentuarat gjatë javës. Paraqitemi nga desku i portalit 21 Media. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Je Kafe me Labin. Si çdo fundjavë, po takohemi sot me më të rejat e javës së kaluar. Shumë ngjarje interesante e përcollën javën si nga vendi, bota, showbizi, lifestyle dhe shumë të tjera. Secilat nga materialet e përgatitura nga gazetarët tanë ishin më të lexuara dhe më të klikuara nga ju ftojmë të përcjellim së bashku. Nga lajmet e vendit, lajmi më i klikuar është prizëren injeksione financiare për 3 kompani. Lajm ky që vjen nga fusha e ekonomisë i përgatitur nga gazetarët e deskut informativ. Nga fusha e kulturës i kemi këto lajme që kanë zgjuar kurreshtje tek lexuesit ton, njëherët vlerësohen si lajmet më të lexuara, ato janë eksponate po, objekt jo. Kanë çfarë ekspozojnë, por s'kan ku ti ekspozojnë. Kjo fjali e përshkruan shumë mirë gjendjen aktuale në Muzeun e Komunës së Skenderajt. Dhe lajmi tjetër është Teatri Adriana në Ferizaj me shumë parregullsi. Këto lajme janë përcjellur me video të përgatitura nga gazetarët e fushës së kulturës. Një lajm tjetër i cili ka patur klikueshmëri të madhe vjen nga fusha e showbizit, është lajmi Genta ka pas raste kur më gjuanin edhe më vezë. Nga fusha e lifestyle-it, lajmi më i lexuar është trendi modern, vetullat tatu. Për këtë më gjithësisht flet Njomza Martina, i ku shpjegon më shumë rreth procesit të formësimit të vetullave, njëri thot që është trendi më i kërkuar nga femrat. Lajmi tjetër më i klikuar vjen nga fusha e teknologjisë që ka të bëjë me rrjetin social Facebook. E pat videon e Facebookut sot, ja si është bërë. Duhet theksuar që këto ditë Facebooku ka festuar edhe 12 vjetorin e themelimit. Pikërisht në këtë ditë lanson edhe këtë inovacion. Shikues të nderuar, portali 21 Media është në dispozicionin tuaj pothuajse 24 orë. Andaj mos hezitoni që të informoheni me lajmet më të shpejta dhe më të sakta të përgatitura nga gazetarët tanë. Sot është diel, ditë pushimi dhe cilat ngjarje e përcjellin ditën e sotme, ju mund të klikoni në faqen e portalit rtv21.tv dhe të informoni me më të rejat e ditës së sotme. Gjë në takimin ton të radhës, mirupafshim.